e lidhim këtë gjithën me aktivitetin mediatik. Nuk mund të lidhim, se internet shet kushdo. Qa konflikti mund të kishte shitja e internetit në Shqipëri dhe sidomos shitja e internetit në një lagje që ishte thjesht mesazh i sjell, por zoti Meksi thotë që më sollën mesazh, por unë mesazhin nuk e mora. Sepse nuk e di cili është. Tani për t'i dhënë një konkludim të gjithës në dyshimet e mia janë, unë i kam, nuk dua të atje, por i kam mbi ata që ka sulmuar më shumë televizioni, që janë Agasi, Beqiri, KPP-ja, DSIK-ja, aferat ndaja korruptive. Këto mund të lidh. Se si lidhen këto me krimin e organizuar, të cilat kanë organizuar 1, 2, 3, 4 veprime duke i cënuar atij jetën, kjo pastaj është për të parë nga ana e strukturave që po e hetojnë. Por pikën unë nuk mund të avë kurkum tjetër përveç 1, 2, 3, 4. Këto janë.